Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshirues dhe mëshirbërësit, paqja dhe bekimet qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Normalisht festa e Kurban Bayramit është nga festat e shënuara në kalendarin hënor, në kalendarin musliman. Padyshim kjo vjen festa e Kurban Bayramit vjen mbas ritualit të haxhit, një nga shtyllat e fesë islame, dhe ndryshe quhet dhe simboli i sakrificës për çdo besimtar në këtë ditë të shenjtë të besimtarit musliman. Pra, ai që ka mundësi në këtë ditë të Kurban Bayramit, mbas faljes së festës së Bayramit, çdo besimtar, ai që ka mundësi, mund të prej një kurban, e cila pra është simbolike, që nga e cila daton që nga profeti Ibrahim a.s. po kështu edhe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, çdo punë e mirë dhe çdo vepër e mirë në këtë ditë të shënuar pra është një mirësi dhe është një begati për besimtarin musliman. Po sidomos prerja e kurbanit pra është një nga detyrat më të rëndësishme për besimtarin musliman. Edhe herë tjetër luts Zotin krijuesin e gjithësisë që t'i japi mirësi dhe begati çdo besimtarit dhe çdo familje besimtare. Luts Allahun e Madhëruar që në këtë ditë Bajrami, Zoti na japi mirësi dhe begati e tij.